këtë edicion do të ndiqni. Sot janë bërë 16 vjet nga vdekja e presidentit të Kosovës Ibrahim Rugova. Krerët e shtetit kanë bërë homazhe në varrin e tij për të nderuar veprën dhe kontributin e Rugovës. Drejtoria e Shëndetësisë dhe ajo arsimit në Gjakov janë dakorduar që përmes ekipeve mobile të testojnë nxënësit në shkolla. Edhe gjatë ditës së sotme është raportuar për shifra të larta të infektuarve me COVID-19 në nivel vendi. Mirëmbrëma, po fillojmë edicionin e lajmeve qendrore këtu në televizionin Syri. Sot janë bërë 16 vjet nga vdekja e presidentit të Kosovës Ibrahim Rugova, kontributi të cilit është vlerësuar mjaftueshëm si nga institucionet vendore ashtu edhe nga ato ndërkombëtare. E në këtë përvjetor, presidentja dhe kryeministri i Kosovës kanë bërë homazhe në varrin e Rugovës. Presidentja Vjosa Osmani si dhe kryeministri Albin Kurti kanë bërë homazhe pranë varrit të ish-presidentit Ibrahim Rugova në 16 vjetorin e vdekjes së ish-kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Presidentja Osmani, duke quajtur arkitekt të pavarësisë së Kosovës, tha se bëri shumë çka për vendin saqë është shndruar në fytyrën e shtetit të Kosovës. Natyrisht që ai punoi dhe veproi në një kohë jashtëzakonisht të vështirë për gjithë popullin e Kosovës, në një kohë të okupimit. Mirë po përkundër kësaj, arriti që ta bëj bashk popullin e Kosovës rreth kauzës së shprehur në trinomin liri, pavarësi dhe demokraci, dhe në të njëjtën kohë arriti që për Kosovën të ndërtojë mitësi aq të mëdha të cilat u bën të domosdoshme për të bërë realitet këtë trinom, pra për të arritur lirinë, pavarësinë tonë dhe për të parë sot shtetin demokratik të Kosovës. Ndërsa Kurti, i cili u përqendrua te datat kur Rugova ishte zgjedhur president në vitin 1992 e më pas edhe në vitin 2004 pas çlirimit të vendit, tha se ish presidenti dha kontribut të çmuar në bashkimin e shqiptarëve kundër Serbisë, okupatore dhe gjithashtu në ndërkombëtarizmin e çështjes kombëtare. Doktor Ibrahim Rugova, edhe para se të ishte president, ishte intelektual i angazhuar, njeri paqësor dhe i qetë, racional dhe humanist. Ai dha kontribute të çmuar në bashkimin e shqiptarëve kundër Serbisë okupatore dhe gjithashtu në ndërkombëtarizimin e çështjes së Kosovës. Pra si vjet kur ne e shënojmë 16 vjetorin e vdekjes së tij, në të njëjtën kohë ndodhemi në një vit kur do ta shënojmë edhe 20 vjetorin e tij si president në Kosovën e Lirë me 4 mars dhe gjithashtu 30 vjetorin e tij si president i parë me 24 maj. Rikujtojmë se ish presidenti Rugova ndëroi jetë me 21 janar të vitit 2006 ku u varros me ndryrime të larta shtetërore dhe ushtarake. Në përvjetorin e parë të vdekjes, ish presidenti Fatmir Sejdiu e dekoroi Rugovën me urdhërin Heroi i Kosovës, titulli më i lartë në vendin tonë që u jepet figurave historike shqiptare të Kosovës. Nuk janë të pak njerëzit të cilët e kanë çmuar punën e Ibrahim Rugovës, e njëra ndër ta është edhe aktivistja shumë vjeçare e Lidhjes Demokratike të Kosovës me Vlyde Saraçi, e cila thotë se është fatkeqësi që politikanët në Kosovë nuk e ndjekin rrugën e Rugovës. Dita sotme shënon 16 vjetorin e vdekjes së ish-presidentit Ibrahim Rugova. Roli i tij në shëndërtimin e Kosovës është i padiskutueshëm. Edhe sot Rugova njihet si ideatori i pavarësisë së Kosovës, i cili nuk harroi asnjëherë bashkëpunëtorët e tij. Të tillë kujton edhe ish-deputetja me Vlyde Mezini Saraçi, e cila ka pasur fatin të bashkëpunojë direkt me Rugovën. E kam pasur fatin e mirë që në kohët më të vështira për fatin e Kosovës të jem njëra ndër bashkëpunëtorët më të ngushta të presidentit historik Dr. Ibrahim Rugova dhe akoma jetoj me frymën rugoviane sepse të ai cilësohej toleranca, bashkëpunimi, uniteti i cili shumë i mungon Kosovës. Mezini Saraçi shton se politikan si Rugova sot nuk ka. Mënyra politikbërjes së tij ishte e veçantë.
të cila parti politike, të cili grupi individëve, kush do qoftë e kanë kuptuar realitetin dhe po ndjejnë për çdo ditë mungesën e personit që ka krijuar unitet. Tani po i përkulen para varrit, por mbase shumë vonë. Presidenti historik Ibrahim Rugova vdiq në vitin 2006 pas një sëmundje të rëndë. Ai ishte varrosur me nderime të larta, ndërsa dhe sot kujtohet në secilin përvjetor. Si rezultati rritjes së rasteve të infektimit me COVID-19, sidomos të nxënësve, Drejtoria e Shëndetësisë në bashkëpunim me Drejtorinë e Arsimit në Gjakov kanë krijuar ekipe mobile, të cilat do të kujdesen për testimin e nxënësve në ciklin parauniversitar në komunën e Gjakovës me qëllim të parandalimit të zinxhirit infektues. Ekipet mobile të testimit në bashkëpunim me Drejtorinë e Arsimit në Gjakov çdo ditë janë duke kryer testime në të gjitha shkollat e komunës së Gjakovës. Femije Jaka, kryeshefe e Departamentit të Mjekësisë Familjare, tha se ekipet janë prezent aty ku kërkohet për t'u testuar nxënësit. Numri është rrit mjaft. Kena marrë veshje me Drejtorinë e Arsimit, bashkë me Drejtorinë e Shëndetësisë, ku shkojmë tek shkolla, në marrë veshje me tyre dhe nëse kërkojnë ata, shkojmë i bëjmë, i testojmë vetëm nxënësit. Kurse arsimtarët duhen marrë këto për shkak sistemit, se duhen me një sistem. Në Zakaria Req ka qenë 2 klasë, edhe një klasë ka qenë në Mustafa Baki. Aty ku është kërku me shku, ne kena ka shku. Ajo gjithashtu tha se teste për momentin ka mjaftueshëm. Gjithçka ka shku në rregull, edhe nëse ka kërkesa tjera, na jena të gatshëm për me shku për nxënësit. Vetëm gjatë ditës së djeshme në qendrën e mjekësisë familjare 1 janë testuar 279 persona dhe 69 nga ta kanë rezultuar pozitiv. Komisioni për Shëndetësi sot nuk e ka miratuar raportin për ligjin për shëndet mendor, duke dhënë disa rekomandime shtesë mes tyre dhe ndërtimin e 2 institucioneve shëndetësore për trajtim të miturve me çrregullime mendore dhe trajtimin e personave me sëmundje të varësisë. Ndonë se ligji për shëndetin mendor ishte miratuar në vitin 2015, ky ligj është ballafaquar me ngecje në zbatim. Madje nuk janë hartuar as aktet nënligjore që nevojitën në zbatueshmërinë e këtij ligji. Kështu thot draft raporti i monitorimit të këtij ligji bërë nga Komisioni për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale, raport ky i cili nuk u miratua as sot për shkak të mungesës së korumit pasi mbledhjen e komisionit e lëshoi deputetja nga Partia Demokratike e Kosovës Floret Zejlullahu. Antari i Komisionit për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale, Burim Karameta, tha se përkundër progresit në ofrim të disa shërbimeve për pacientët me çrregullime mendore, ligji për shëndetin mendor nuk është zbatuar. Komisioni konsideron se edhe pse ka pasur progres në ofrimin e disa shërbimeve të shëndetit mendor, ka pasur mjaft ngecje në zbatimin e këtij ligji. Nuk janë nxjerrur aktet nënligjore të nevojshme dhe nuk janë funksionalizuar departamentet dhe komisionet e parapara me ligj. Komisioni përmes këtyre rekomandimeve ka paraparë që të ndërtohen edhe 2 institucione shëndetësore për trajtim të miturve me çrregullime mendore dhe trajtim të personave me sëmundje të varësisë. Ministria e Shëndetësisë të hartojë një ligj të ri për shëndetin mendor, një ligj të integruar, të avancuar dhe me kompetenca të qarta për institucionet zbatuese. Të hartohen aktet nënligjore me kohë siç paraqiten në ligj. Sa për informatën tuaj, ky ligj ekziston që nga fillimi i vitit 2015, përbëhet prej 35 neneve, janë paraparë që të nxjerren rreth 11 akte nënligjore dhe Departamenti i Shëndetit Mendor që funksionon në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë deri më tani ka arritur të nxjerrë vetëm një akt të tillë nënligjor. Këto rekomandime i kanë mbështetur edhe deputeti Armen Zemaj, antari i këtij komisioni nga radhët e LDK-s. Mungesa e buxhetit të infrastrukturës që thatë Barnat duhet më kthy tek fokusi. Ndoshta kjo pika që e tham të reforma ose të hartimi një plani strategjik, domethënë kombëtar për shëndetin mendor është mëse domosdoshme. Ndërsa Mirsat Shkreta nga lëvizja vetëvendosje u shpreh se Ministria e Shëndetësisë nuk ka arritur që të hartojë politika për kategoritë për të cilat kanë shumë nevojë për trajtim. Raporti tregon, domethënë është drejtërues për shef që sa është zbatuar ligji dhe sa është përcjell në infrastrukturë tjetër mbështetëse ligjore
me akte nëndigjore, e për më tepër nuk ka asnjë udhërrëfys klinik. Ndonë se pa quorum dhe me prezencë të vetëm deputetëve të lëvizjes vetëvendosje, Komisioni për Shëndetësi diskutoi edhe për punën e Këshillit për objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm. Edhe gjatë ditës së sotme është raportuar për shifra të larta të infektimeve me COVID-19 në nivel vendi. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në Kosovë ka regjistruar në 24 orët e fundit 2943 raste të reja pozitive, derisa është raportuar edhe për një rast të vdekjes, ndërkaq në spitalin e Gjakovës janë hospitalizuar edhe 2 pacientë të tjerë të infektuar. Vetëm për gjatë 24 orëve të fundit, një person ka vdekur nga virusi korona, ndërsa nga testimi 11.563 mostrave si të dyshuara për infektim me këtë virus, 2.943 persona kanë rezultuar pozitiv. Përderisa në total numri rasteve aktive është 12.396 në nivel vendi. Bazuar në raportin e fjalë, kuptojmë se nga virusi korona janë shëruar 317 qytetarë, derisa numri i përgjithshëm i të shëruarve është 159.890. Ndërsa nga Spitali i Gjakovës është raportuar se 8 pacientë janë të hospitalizuar si të infektuar me COVID-19, ku 4 prej tyre po trajtohen me oksigjenoterapi. Kujtojmë se që nga fillimi i imunizimit të popullatës me vaksinën për mbrojtje nga virusi korona, janë administruar gjithsej 1.737.417 doza të vaksinës në nivel vendi. Vrasjet dhe dhunaj ndaj grave po vazhdojnë të jenë problem shqetësues për shoqërinë, ndonse dita ditës vetdia individuale dhe kolektive e gruas është rritur, pothuajse të gjitha rastet e dhunës po raportohen, mirëpo lipset më shumë mbështetje edhe nga ana e vetë grave dhe institucioneve në këtë drejtim, ka thënë për televizionin Syri Arjanit Koci. Rastet e dhunës çfarëdo qofshin ato nuk janë të rralla në Kosovë. E një gjë të tillë e vërehet edhe nga raportimet e shumta të mediave për dukuri të tilla, ku rastet më të shpeshta të dhunës janë ato në familje. Avokati Arjanit Koci thotë se dispozitat ligjore janë të mira, por jo rralla ato nuk gjejnë zbatueshmëri të plotë. Është vërtet se janë shumë faktorë, por faktori kyç është mentaliteti në shoqërinë tonë. Pra thjesht gruaja nuk e ka vendin cilën duhet ta ketë. Dispozitat ligjore nuk i kem të këqija, po nuk po gjejnë zbatim. Madje Koci mendon se edhe gratë duhet të përkrahin më shumë gratë, duke përmendur një rast të trajtuar nga një kolege e tij. Një kliente po më tregon një ditë kur e ka marrë një gjykim në procesin e shkurorzimit, gjykatësia në këtë rast. E ka pyet, a ki dhunë fizike, apo tre buri, jo nuk po më re, a ki ushqim mjaftueshëm, a ki tesha mjaftueshëm, po i kom gjitha, po unë e kom dhunë psiqike, më dhonon psiqikisht buri, më dhonon vjehra, më dhonon motra. Ajo thot, o zoj, mos e ngarko gjykatën me kësi çështje. Mirë po Koci mendon se rastet të dhunës në familje dita ditës janë duke u raportuar dhe ky është sinjali më i mirë në këtë drejtim. Gjendja në Kosovë po shkon duke u përmirësuar. Pra tani një grua e cila e raporton rastin, me njëherë merret shumë seriozisht dhe fillon me u trajtu. Natyrisht, ende ka raste kur bëhet neglizhencë, për shembull, nuk trajtohen sa duhet edhe rastet e dhunës psiqike, në shumë herë është edhe më e keqe se dhuna fizike. Rikujtojmë se gjatë vitit 2021 në Kosovë u vran 3 gra, ndërsa viti 2022 ka nisur me një tragjedi të re në familje ku viktim ishte një grua tjetër. Gjithashtu është raportuar edhe për 10 raste të dhunës në familje. Një person e ka detyruar bashkëshortën e tij për ushtrimin e veprimtarisë së prostitucionit në Gjakov. Rasti është bërë i ditur nga Prokuroria Themelore në Gjakov, të cilët raportojnë se i dyshuari është arrestuar dhe nga prokurori do t'i bëhet caktimi i masës së paraburgimit. Prokuroria Themelore në Gjakov, pas disa zhvillimeve të hetimeve, duke zbatuar masat e fshehta teknike të vëzhgimit dhe hetimit, me 20 janar ka ndaluar të pandehurin LP, për shkak të dyshimit se ka kryer veprën penale, mundësimi ose detyrimi në prostitucion. Kështu është shprehur përmes thirrjes telefonike për televizionin Syri zëdhënësja e prokurorisë Yll Kajoniku Shehu.
pas zhvillimit të suksesshëm të hetimeve, ka ndaluar të përmbledhjen me inicialet L.K. për shkak të dyshimit se ka kryer veprën penale mundësimi ose detyrimi në prostitucion. I njëjti në vazhdimësi ka mundësuar të dëmtuarës, domethënë bashkëshortës së tij, ushtrimin e veprimtarisë në prostitucion duke i siguruar klient, ku i pandehuri nga kjo veprimtari ka përfituar të holla dhe të mira materiale nga këta persona. Gjatë ditës sotit, prokurori kujdestar do të parashtrojë dhe kërkesën për caktimin e masës së paraburgimit në gjykatën kompetente në Gjakov. I pandehuri LP me urdhër të prokurorit kujdestar është ndaluar për 48 orë dhe ndaj të njëjtit do të pritet të paraqitet kërkesë për caktimin e paraburgimit në gjykatën kompetente. Bora që ka rënë ka vështirësuar edhe realizimin e detyrave nga ana e kompanisë Qabrati në Gjakov në lidhje me bartjen e mbeturinave në zonat rurale, kështu thon zyrtar nga ky institucion. Kompania Regionale e Mbeturinave Qabrati sot për shkak të kushteve atmosferike ka pasur të pamundur kryerjen e detyrave të veta nëpër disa fshatra të komunës së Gjakovës. Drejtori i kompanisë tha se shërbimet do t'i kryejnë gjatë ditës së nesërme në të gjitha ato fshatra ku sot nuk janë kryer. Ne kemi bërë pamundshme për disa fshatra që kena mujt mi kry shërbimin sipas marrëveshjes që kemi me konsumator. Mirë po, disa fshatra që kanë qenë pamundur me kry shërbimin i kemi lënë për ditën e sotit, kështu që vazhdojmë me ditën e nesërme, i bashkojmë dy terrenet edhe konsumatorët nuk mesin pa shërbim. Ai tha se kompania Qabrati nuk është e kontraktuar për pastrimin e rrugëve nga Bora, por që shumë shpesh ata i kryejnë disa shërbime si hedhjen e kripes nëpër trotuare në mënyrë që të ju lehtësojnë qytetarëve qarkullimin. Ne si kompani nuk jemi të kontraktuar për pjesën e Borës, për pastrimin e Borës nga komuna, mirë po na prapë si kompani si Qabrat që jemi si ndërmarrje lokale, ne intervenojmë në për ato pjesë ku janë mundësitë tona, në për trotuare me udhë në i krep për shkak që ngricave të ne. Më thonë gjithë kohës i dalim ndihmë mas pa i bojmë për qytetarët e komunës të Gjakovës atëherë edhe për shkak që jemi thirrur për çfarë. Kjo kompani nga viti i kaluar e ka shtrirë veprimtarinë e saj në të gjithë komunën e Gjakovës. Shërbimi i kompanisë tani më përpos qytetit është në më shumë se 80 fshatra të komunës së Gjakovës. Përforcimet e skuadrës gjakovare në futboll vllaznimi po shtohen nga dita në ditë. Aktualisht ka shkuar në 5 numri përforcimeve të bëra në këtë skuadër. Pavarësisht se në fillim të afatit nga klubi i futbollit vllaznimi u larguan shumë futbollistë, së fundmi kjo skuadër ka filluar të përforcohet dukshëm në prag të stinorit pranveror të Ligës së Parë të Futbollit të Kosovës. Dje vllaznimi në radhët e veta ka zyrtarizuar mes fushorin Gentrit Ulluri, që së fundmi ishte pjesë e Malishevës, ndërkohë që gjatë karrierës së tij ka luajtur edhe tek skuadra e Drenicës. Ky është përforcimi 5 i vllaznimit këtë muaj, derisa 4 përforcimet e tjera të kësaj skuadre janë Devi Bilali, Nikson Memaj, Florent Morina e Jurgen Gjini. Përveç futbollistëve kujtojmë që vllaznimi këtë muaj ka arritur marrëveshje edhe me trajnerin Gent Stamniku, i cili do të jetë pjesë e gjakovarëve deri në fund të stinorit. Portieri i reprezentacionit të Kosovës, Arjanet Murić, pritet të kalojë të rekord kampioni i Turqisë Galatasaray, post të tjera Murić njihet si mbrojtësi mirë i penaltive, derisa me gjatësinë e tij është dominant në goditjet nga këndi. Në vazhdim të ndjekim grafikën e parashikimit të motit për ditët në vijim. Para se të ndahemi të ndjekim edhe njëherë disa nga informacionet kryesore që kishim në këtë edicion. Sot janë bërë 16 vjet nga vdekja e presidentit të Kosovës Ibrahim Rugova. Krerët e shtetit kanë bërë homazhe në varrin e tij për të nderuar veprën dhe kontributin e Rugovës.
Drejtoria e Shëndetësisë dhe ajo arsimit në Gjakov janë dakorduar që përmes ekipeve mobile të testojnë nxënësit në shkolla. Edhe gjatë ditës së sotme është raportuar për shifra të larta të infektuarve me COVID-19 në nivel vendi. Kjo ishte e gjitha që kishim përgatitur për këtë edicion qendror të lajmeve, ndërkohë ju vazhdoni të qëndroni me televizionin syri dhe rrjetet tona sociale. Mirupafshim.